Në këtë luftë, gjatë këtyre 3 viteve, kanë luftuar shtetet huaja nga të dyja palët. Ka pasur nepalez, indian, afrikan që kanë luftuar në siglën e Rusisë. Nga ana tjetër, Ta kinezët që janë robër tu dhe mund t'i nxjerrim në njerë në kështu, bëjmë një splitarim, po. Ka pasur amerikan, gjeorgjian, lituanez, polak që kanë luftuar nga ana e Ukrainës. Dhe mund të themi në një farë mënyrë që amerikanët dhe kinezët kanë filluar luftën e tyre në Ukrainë, sepse amerikanët në siglën në robat e ushtrisë ukrainase, kinezët në robat e ushtrisë ruse në këtë rast. Nuk është krejtësisht e papritur fakti që kanë kapur kinezë në luftën e Ukrainës, sepse ka qenë një video që kanë parë para rreth një muaji, mos gaboj, ku ushtar me uniformë të ushtrisë ruse. Kjo është një video e pardjeshme, kjo që kemi në sot. Po, video që kanë parë para rreth një muaji është video 2 ushtarëve me uniformat ruse, të cilët ishin në një shkollë, mos gaboj, në Ukrainë dhe po shkruanin në mur me gërma kineze. Do thotë që ishin shtetas kinezë në këtë rast. Ministri i Jashtëm kinez dole me një deklaratë dhe tha që për sa i përket mos përfshirjes së tyre të paktën në aspektin edhe diplomatik dhe asaj që ishte ndërhyrje në territor të një vendi në luftë dhe shpallja luftë de facto dhe de jure, tha që është e pamundur që ato të jenë shtetas kinez për shkak se të gjithë qytetarët kinezë dinë shumë mirë cilat do të ishin pasojat e tyre. Pra në një lloj mënyre u distancua pikërisht për pozicionin politik, le të themi, dhe ndërhyrjen. Ndërsa nga ana tjetër, mercenarizmi është sport i njohur